Ky emision mundësohet nga Mirë mbrëma dhe përshëndetje, miqtë e mi të dashur të në Zoom, për i takohemi kështu dhe këtë të premte mbrëma me mua Albina Zenelin, këtu në Ngizi restorant, ku shfryzoj rastin me ju njoftu që po hapët një restorant i cilësisë së lartë, ku mbi të gjitha do të jetë një vend takim për njerëzit që duan të takohen me njëri tjetrin, që duan të shijojnë ushqime të shijshme dhe mbi të gjitha të krijojnë kujtime të paharrueshme. Rubrika RFM e sjell një gjë shumë interesante sa i përket Lab Oil dhe Ngizi restorant, kështu që kameraman, a i gati? Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në Villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharruara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. E shtunja 1 nëntorit ishte datë shënuar në kalendar për 2 biznesa. Bëhet fjalë për inaugurimin e pikës së re të Lab Oil dhe hapjes së Ngizi restorant në Komoran. Gjithçka ishte bërë gati deri në detajin e fundit. Nga aromat e freskëta të ushqimeve unike deri tek kombinimet e guximshme të dekorimeve. Çdo detaj është menduar për t'ju bërë të ndiheni si në shtëpi, por me një prekje luksi dhe kreativiteti. Pak para fillimit të eventit organizuar nga Zoom Produksion në bashkëpunim me Ngizi restorant, e realizuam një intervistë me drejtorin e Lab Oil, zotri Bislimuqa, i cili flet me përgjegjësi të plotë për inaugurimin e pikës së re. Ne jemi një kompani e cila në vazhdimsi kemi shku në rritje të aseteve tona, të njësive shërbyse, të karburanteve, pastaj duke i kompletu me restorante, me markete. Kështu që neve, pas analizave që kemi bërë, ka duk e udhës e rendit që edhe këtu është një vend i përshtatshëm, që ta kemi një njësi tonë shitse për karburante, edhe mendojmë se do të kemi sukses për shkak se kompania jonë njihet për cilësi. Slogani jonë, cilësia bën diferencë, nuk është vetëm një slogan, pa ajo është një standard, të cilët përpiqemi çdo ditë që ta realizojmë ato. Nëse flasim për çmimet, ato janë konkurruese në treg, e stafi Lab Oil mundohet ta respektojë maksimalisht klientin, e madje atë quajnë edhe partner të suksesit të tyre. Ne këtë besueshmëri e kemi arrit me vite, sepse kjo kompani është themeluar në vitin 2009 nga presidenti aktual zoti Raif Gashi. Dhe prandaj ne her pas here sigurisht që duhet i favorizojmë klientët tanë me çmime promocionale, ndërkaq që cilësia asnjëherë nuk diskutohet, dhe gjithmonë jemi në cilësi jemi të parë, domethënë i kushtojmë rëndësi të veçantë, sepse natyrisht sot në këtë treg të vështirë të karburantëve, hidrokarbureve,
është e vështirë të bësh biznes, po nuk je, domethënë, me standarde të larta. Zotri Bislem e ka një lajm goxha interesant për të gjithë shikuesit tanë. Në këtë rast duhet të theksoj që na karburantet tona, hidrokarburet në përgjithësi, i marrim nga vendet e Bashkimit Evropian deri në Izrael dhe gjithmonë kanë një standard shumë të lartë cilësie. Ai përfund tha se është e rëndësishme të kurset koha e klientit dhe përparësi e konsideron që të gjitha shërbimet do t'i gjeni në një vend. Karburantin, marketin, restaurantin me gjithë ambientin e bukur. Erdhi momenti shumë pritur, ai hedhjes së fishek zjarreve ku do të shënonte fillimin e një kapitine të re të Laboel dhe Ngizi restorant. Hapësira ishte mbushur plot me personalitete dhe personazhe të njohur nga bota e politikës, artit, muzikës dhe biznesit. Mysafirët u shoqëruan me muzikë live nga këngëtari tetovar Arianit Ramadani dhe na pritën surpriza të veçanta, duke bërë këtë hapje një ngjarje të paharrueshme për të gjithë të pranishme. Të nderuar familjar, miq dhe dashamer, zonja dhe zotri, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Ne duar trokitje për krejt pranishmit sot. Sot na nuk po festojmë veç një hapje, po një ëndër që është bërë realitet që kemi punuar prej shumë muajsh. Sot në fakti kemi dy gëzime, është inaugurimi pikës së re të Laboel, e cila meriton një duar trokitje për punën e zellshme. Dhe po ashtu është hapja e një restoranti Ngizi që do të bashkojë të gjithë njerëzit, do të bëhet një vend takim për ata të cilët e dojnë krijimin e kujtimeve të mira. Është koha për ato fjalimet që gjithë ndoshta i duam, sepse janë një histori suksesi që realisht krenohemi me to. Pa humbur kohë ftojmë zotrin Bislem Muça, i cili është drejtori Laboel për një fjalë rasti. Gjithë arritje në bërë saje të një punë së morë dhe falashit nga gjithë ekipi, nga gjithë punojnës të kompanisë nga Laboel, të cilët në përkushtet të lartë në djelëshmëri kanë kryer shërbime të nga klientëve tonë, sepse klientët ne kemi partenerin më të madh, të cilin sa se kemi shumë në kompanisë sonë. Realisht bën punë shumë të madhe, po ka dëshirë të ndryshë është ekranit. Ju falenderoj edhe ju me prajtë se çdo ditë me bëu kujtime të tjera, me shiu ushqime shumë të tjera, edhe përgjithsisht ju falenderoj që keni gjetur kohën. Një nga befasit të mbrëmjes ishte padyshim Ideal Cocktails me pijet e jashtëzakonshme e me shije që ngjallin çdo emocion. Atmosfera rriti kulminacionin me muzikë ritmike, teksa nuk munguan as vallet duke kënduar një zëri me këngëtarin Ramadani. Muzikë, shije dhe energji pozitive, gjithçka që ju duhet për një natë perfekte, dhe atë përjetoni vetëm në Ngizi restorant në Komoran. Radha erdhi për një befasi të këndshme nga Tupan Show Semra, të cilët e zbukuruan edhe më tutje këtë ngjarje kaq madhështore. Ritmet e tupanave sjellin gëzim, vallëzim dhe atmosferë që nuk harrohet. E na bën me kujtu edhe një herë që pavarësisht gjithçkaje, festoj me zemrën plot e tradicionalja na shoqëron kudo.
nuk munguan as prononcimet nga të pranishmet. Një atmosferë shumë e bukur, ju falenderit për përzgjedhjen një, shpresoj që ju ka pëlqyer muzika. Ju uroj tana të mirat, inshallah sa më shumë punë, edhe shumë suksese. Jam të kalu këgja mirë, njëjtë besoj që janë të kalu edhe krejt njerëzit që jam lidhë këto. Është një atmosferë shumë e mirë, një energji shumë pozitive edhe krejtin aty këto. Dita sotit e shënon fillimin e ri për dy biznise shumë të mirëfillta, Lab Oil edhe restorantin Gizi, edhe ju dëshiroj që të dy javë suksese shumë të mëdhaja, edhe thjesht uroj që me lullzu prej sotit e tutje. Mbrëmja vazhdoi deri në orët e para të mëngjesit, me familjar, miq e dashamirë të cilët erdhën ta nderonin stafin e Lab Oil dhe Gizi Restorant. Gizi Restorant ju uron një mirëseardhje. Ne jemi të lumtur që na zgjodhët dhe shpresojmë që të shihoni çdo moment me ne. Ekipi Gizi Restorant të shkëtu për t'ju ofruar shërbim të shkëlqyer e për t'ju dhuruar një përvojë të paharrueshme gastronomike. Gizi Restorant, aty ku shija takon stilin unik.